Qytetërimi në Bagdad. Qytetërimi librat në Bagdad, i njohur si shtëpia e mendimit, Darul Hikme, ishte një qendër e rëndësishme e studimit, përkthimit dhe ruajtjes së dijes gjatë shekullit 9 dhe 10. Në vend të një qytetërimi në vetvete, ishte një institucion i fuqishëm që kontriboi në zhvillimin e një qytetërimi intelektual. Ishte një nga institucionet më të rëndësishme në botën islame të asaj kohe dhe luajti një rol të veçantë në ruajtjen dhe përhapjen e dijes së botës antike. Veçoritë kryesore ishin përkthimi sistematik. Një nga aspektet më të rëndësishme ishte përkthimi i teksteve shkencore, filozofike dhe të tjera nga greqishta, siriake, persishte dhe hebraike. Ky përkthim ishte jo vetëm një proces i thjeshtë, por një përpjekje për të kuptuar dhe për të përshtatur ato kontekstit islam. Kjo u bë në mënyrë të organizuar, duke angazhuar përkthyes të shquar që ishin kompetent në shumë gjuhë. Tekstet e përkthyera mbulonin fusha të ndryshme, duke përfshirë astronomi, matematikë, mjekësi, filozofi dhe shkencat natyrore. Biblioteka ishte mjaft e pasur. Darul Hikme ishte një bibliotekë e madhe që ruante një numër të madh të manuskripteve. Kjo siguronte një burim të pasur të dijes për studiuesit dhe shkencëtarët. Rëndësia e bibliotekës nuk ishte thjesht në madhësinë e saj, por në mbledhjen e teksteve nga vende dhe kultura të ndryshme. Shkollat dhe studimet. Institucioni ofronte shkolla për studime të ndryshme ku përkthime të reja mund të analizoheshin dhe studiuesit mund të merreshin me to. Kjo krijoi një atmosferë intelektuale të fortë, ku ide të reja mund të zhvilloheshin dhe të diskutoheshin. Shtëpia e mendimit Darul Hikme kishte një staf të madh studiuesish, matematikantësh, filozofësh dhe shkencëtarësh. Zhvendosja dhe përhapja e dijes, punimet e përkthyera dhe të studiuara në Darul Hikme nuk u mbeten vetëm në Bagdad. Studiuesit dhe dietarët që punonin në këtë institucion ndikuan në qendrat e tjera të nxënit në botën islam, duke ndihmuar në përhapjen e dijes nëpër tokat e muslimanëve. Ndikimi. Darul Hikme kishte një ndikim të madh në zhvillimin e shkencës dhe të filozofisë në botën islame dhe më gjerë. Përkthimet e bëra këtu i lehtësuan studiuesit musliman të ndërtonin mbi bazën e dijes së botës antike. Kjo kontriboi në një kohë të ulëzimit të dijes në botën islame. Veprat e disa personaliteteve të rëndësishme të asaj kohe si Al-Hawarizmi, Al-Razi janë lidhur me punën në Darul Hikme. Shtëpia e mendimit nuk ishte vetëm një bibliotekë apo shkollë, por një forcë e rëndësishme që ndikoi në zhvillimin e kulturës dhe shkencës botërore.